Viti 2024 riktheu një repere mjaft të suksesshme në skenë, bëhet fjalë për Tajnën. Këngësia e reperes u shndrua brenda pak ditësh në një nga publikimet më të komentuara dhe më të klikuara në YouTube. Edhe pse shifrat zyrtare nuk janë bërë publike, bazuar në praktikat e industrisë dhe numrin e lartë të klikimeve, fitimet e Tajnas mund të jenë të konsiderueshme. Nga monetizimi në YouTube, të ardhurat zakonisht variojnë nga 800 deri në 2500 euro për çdo 1 milion klikim, në varësi të audiencës dhe reklamave. Përveç YouTube-it, një pjesë e madhe e fitimeve vjen edhe nga platformat streaming si Spotify dhe Apple Music, shpërndarja digjitale si dhe promovimi dhe bashkëpunime komerciale që lidhen drejt për drejt me suksesin e këngës. Nëse flasim parafërsisht nëse Tajna ka marrë miliona dollar nga kjo këngë, disa burime spekulojnë se pasuria e saj totale mund të jetë në rangun e disa milion dollarëve, fal hiteve të saj, kontratave të sponsorizimit dhe performancave live, çka do të vendosë atë të qartë në listën e artistëve milioner në vendet shqiptare.